Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë flasim edhe me tutje surës Hujurat. Në ligjëratën e kaluar ndalëm tek ky ajet tek ajeti i 9 i surës Hujurat, wa in ta'ifatani min al-mu'minin yaqtatalu, do munduam domon ta nxjerrim në pa atë pjesën si më thon shumë e dhimbshme që e shohim në vendet tona, po disa individ janë domethënë mbi shtetin, mbi fuqinë edhe mbi atë shëntrim e ligjit edhe kushtetutës. Domethënë mund mes të ditës, para njerëzve, para familjarëve, para masave kështu më radh, vriten njerëz, denigrohen, rrihen, domethënë përndiqen e kështu më radh, shumë për njerëz dhe fatkeqësisht ndonjëherë domethënë përpara policëve edhe punonjësve të shtetit. Kjo është shumë e dëmshme. Në më i ta'ifatani min al-mu'minin, vëzë gjën e parë që e bëri pejgamberi sa kur shkoi në Medinë ishte kjo. Domethënë e fashitin një herë mirë atë pjesën që e fashitin një herë mirë në mendjet e njerëzve që ka individ domon që guxojnë dhe arrin mund t'i dalin shtetit karshi. Kur e shërnjosi vllavrasjen, e ndërthuri kushtetutën, i afroi pakicat, në vazhdimsi domethënë bënte edhe prodhonte politika që janë domon profitabile, edhe të dobishme edhe për ato pakicat përmenda shtetit, nuk lejoj në asnjë mënyrë domethënë individ që i bëjnë karshillok shtetit. Andaj u ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Domethënë vëllazër shikoni vlerën e madhe të pajtimit. Andaj ose do të thotë domon ne e përmendim si më thonë me mirënjohje edhe me atë pjesën e mallit, më të çetën apo. Në kohën e okupimit e mori përsipër domon një punë shumë sfiduese apo, shumë e vështirë. Domon për disa njerëz ka qenë si më thon pa t'i kalueshme apo, e pa si më thon e pa zbatueshme në asnjë mënyrë. Ai e mori përsipër. Andaj është për punëve me vlerë vëllazër me arrit me i pajtu domethënë dy familje. Në veçanti me arrit me pajtu burrin edhe gruan, subhanallahu, në mënyrë që si më thon mos me u nda familja, kupton? Mos me u shkërmoq familja. E që pastaj si rrjedhoj ose për shkak të saj ata që psojnë në fund janë padyshim fëmijët apo. Andaj shumë fëmijë që i gjejmë si më thon jetën e tyre e gjejmë të shkapërdellura, kupton, katrahur, asimetrike, kupton, domethënë pa kuptim. E kështu me radhë e gjejmë vëllazër ose është si shkak domethënë i ndarjes edhe i largësisë së tyre domethënë prej baballarëve edhe nënëve. Andaj fa aslihu bainahum. Është një mend domethënë punë shumë e madhe subhanallahu. Fa aslihu domon tek problemet familjare, tek ato shoqërore, tek ato domon bashkëtorë e kështu me radhë. Gjithë ato se mani përfshin kjo fa aslihu bainahum. Dhe Allah i mandush me zgjidhë shumë sure të Kuranit. Nëse marrim atë që quhet domon tafsir mawdhu'i, ajo pjesa domon tematike e surës, e ndërlidhim jo vetëm me temat nga vetë surja, po edhe me surë të tjera realisht e gjejmë domethënë vlerën e madhe dhe peshën e madhe që e ka kjo shprehja fa aslihu, sepse realisht na vihet gjithmonë tek këto problemet e mëdha, që janë si më thon pendimtare për ecurinë e shumë gjërave domethënë sa i përket të ardhmës, jetës e kështu me radhë. Andaj fa aslihu bainahum. Pastaj si më thon, si konkludim e marrim atë ndalimin e vllavrasjeve. Në kuptimin që realisht nëse ne e legjitimojmë kupton, edhe e nxisim, domthon jo vetëm që nuk do ketë qetësia, kupton, edhe rehati dhe një lloj kështu sigurie për të jetuar e për të vepruar, kupton. Kështu por në anën tjetër vëllazër i humb kuptimi edhe shtetit, edhe lagjës, edhe fshatit, edhe shtëpisë, kupton, edhe dëshirave, edhe ëndrave, kupton, edhe shkollës e kështu me radhë. Dhe ne subhanallahu në Kosovë në Shqipëri ende kemi këtë problema, kupton. Para mahallës tona, kupton, para shtëpive tona vriten njerëz, kupton. Do thonë jeta jonë vëllazër vlen shumë pak, kupton. Vlera jonë domethënë është jeta jonë domethënë është e pavlera, kupton. Në sytë të tjerë, pikërisht për shkak se shteti nuk është kompakt. Kupton. E pejgamberi sallallahu kur shkoi në Medinë kuptoi domethënë që në fill, sepse e kishte si më anë edhe përvojën e Mekës. Ishte shumë i kujdesshëm këtë temë. Andaj este me hapa të sigurt. E kuptoi mirë se nëse don shteti i tij të ketë, si më thon, jetë gjatë,
duhet që në fill me rregullu këtë gjëra. Për gjeneratat që janë në shkëllim. Këtë subhanallahu nuk e kanë rregulluar ata që na kanë udhëhequr neve, që pikërimit edhe të shtetit shqiptar, edhe shpallës pavarësisë atje në Kosovë fatkeqësisht. Kjo është si më thonë ajo. Andaj u intai fatani min al-mu'minin. U intai kjo do të ndodha kupton. Do të ketë domon tarafe, do të ketë njerëz apo individ që duket vetja që janë si mund të paprekshëm apo të pathyeshëm. Ata mund bëjnë domon çka duan ata kështu më radh. U intai fatani min al-mu'minin. Dasër nga një herë ti je besimtar në kuptimin që ke iman kështu. Po ke mendsinë e gabuar. A kupton? Ti e vret njërin në emër të fesë. Mund të jesh besimtar, ai s'ka nxirr domon tërësisht edhe plotësisht nga feja. Në anën tjetër ai flet shumë, tregon shumë për mendsinë dhe bot kuptimet tua. Këndaj pejgamberi sa më tha Abu Dharr, ti je domethën person që brenda ti e ke ende ti parë xahiletit. Ende vetia të cilësi xahiletit, ende ti ke brenda. Ende si e pastruar, ende si e kulluar, ende nuk e delirsuar, a kupton? Duhet ende mund edhe punë sakrifica, kupton? Fein bagat ihdahuma ala al-ukhra, nëse ju përpiqeni në mund ti pajtoni, ti afroni ata, nëse njëra palë bën agresion ndaj palës tjetër, faqatilu, faqatilu, s'ka thonë domethënë faqtulu, faqatilu. Luftoni domethënë atë palë. Si me luftu bëni ballë asaj. Bëni ballë asaj edhe si më thon ndaleni, stoponi atë me fuqinë e ligjit. A kupton? Me fuqinë e ligjit edhe me si më thon legitimitetin e kushtetutës stopon atë. Nuk është kush me mbyt atë, sa ka vëllazër. Nuk duhet domethënë me qenë qëllimi me mbyt ata njerëz mund të sipale, sa ka. Qëllimi është me stopu, a kupton, me i vedisu, me i edukua, kupton. Mo a dhon domthon një leksion që nuk e harrojnë asnjëherë në jetë. E kështu na duhen neve disa veprime në Kosovë dhe Shqipëri nga ana e shtetit. Mënyrë që edhe pjesa e tjetër pastaj e popullit, e popullatës, e këtyre njerëzve, a kupton, që mendojnë edhe që në vazhdimsi domethënë tentojnë që ta thyejnë shenjtrinë e shtetit, të marrim si më kapë, të marrim nasihat, mos të gëzojnë domethënë ta provojnë një herë këtë gjë. Kjo është si më thonë e parë. Fein bagat ihtahuma këtu padyshim e përfshin zullumin, agresionin, dy luftimin edhe ballafaqimin, pra përdorimi i luftës për ta realizuar si më thonë drejtësinë. Këto është faqatilu leti tabghi, ka kaluar kufi domethënë, e ka thyer marrëveshjen apo. S'ka qenë korrekte 100%. Hatta tafia ila amrillah. Luftoni ata derisa të kthehen, a kupton? Derisa stopohen, derisa ndalen, derisa të bindën urdhërit edhe porosisë së Zotit subhanahu wa taala. Në anën tjetër vëllezër këtu nxjerrim atë rolin e bashkësisë ndërkombëtare në ndaljen dhe pushimin e luftave. Subhanallahu vëllezër, si më thon, dëftyrsinë e tyre më shumë ti e kemi parë. Me atë çka po ndodh ose nëpërmjet asaj çka po ndodh në Palestinë. Është e pasham. Edhe sidomos me këto dosjet e fundit që dolën tash, realisht ne subhanallahu e kuptojmë pse këta njerëz domethënë kanë qëndruar kaq të heshtur apo. Sepse realisht edhe për neve ka qenë një çik enigmatike domethënë si ka mundësi këta të jenë kaq të heshtur apo. Në vazhdimsi domethënë u jemi qasur atyre nga ana e ndjenjave, as keni ndjenja apo. Nuk ka nevojë që të besoni a kupton për ta ndier atë ose për ta bashkëndier me ata njerëz që përjetojnë atë ngjarje në Gaza, atë zullum me atë agresion, nuk ka nevojë domosht që të besoni sa kaq. Gjëja vetme që kërkohet nga ju është ta kupton që sadopak minimalisht ta kupton mund të keni mund i tron ndjenja. A kupton? Kjo është ajo që kërkohet nga ju. Momenti kur dolën këtu dosjet, ne i paun domosht se këta kanë qenë si mund të shantazhuar. Kanë qenë të kapura. Domethënë lëre që është e pamundur ose ka qenë e pamundshme që ata të bëjnë ndonjë lloj kështu, le të themi, ballafaqimi ose një lloj kështu, si më thon, rezistimi, sa kaq. Kelere që nuk diskutohet, por është edhe ana tjetër, ata kanë qenë të shantazhuar. Ata kanë qenë vëllezër të, si më thon, të pllakosur në ato gjërat më të poshtra, më të ulta, më të pamendueshme ato. Në ato gjëra domon më të pamendura, ata pikërisht ato si më thon kanë qenë të pllakosur ato. Kanë qenë si më thon të kapur krye çik tek ato. Andaj nga ata, nga momenti kur kanë dalur ato dosjet e tutje, ne s'duhet domethënë të presim nga ata asnjë lloj kështu proteste e cila
rezulton edhe del për shkak të ndjenjave njerëzore. A kupton? Pastaj Allahu thot fa in fa'at, nëse ajo kthehet, domethënë kthehet, ndërzohet edhe nështrohet, fa aslihu bainahum, fa aslihu. Domethënë qëllimi kryesor është me i pajtuat. A kupton? Prandaj futja e gëzimit në zemrën e besimtarit. Me i pajtu dy muslimanë është punë e madhe. I pajtu dy njerëz, me ndalu një vrasje, me ndalu një lloj agresioni, një lloj shpifje, një lloj dy luftimi, a kupton? Një lloj kështu hakmarrje, izolimi, është punë e madhe. Bil adli wa aqsitu, shefa bil adl. Spari, ky lloj pajtimi duhet me qenë me drejtësi. A kupton? Jo duke e shtypur njërin pal, a kupton? Jo domosdoshmë nëpërmjet shtypjes së njërës pal, a kupton, të arrihet një lloj kështu kompromisi, një lloj marrëveshje, a kupton, e cila si më thon duket nga jashtë, një lloj kështu arritje e madhe, a kupton, megalomane, por në fakt ajo është arritur pikërisht për shkak të një lloj kështu trysnie të madhe që është bërë njerëz pal, a kupton. Sikurse domosdoshmë po përpiqen ta bëjnë këtë në Palestinë, a kupton. Domethënë të pajtohen të dyja palët duke e harruar të kaluarën, duke ju lëshuar pe atyre në ato gjërat më kapitale, për cilat realisht edhe po rezistojnë ata atje, ose nëse mundem me marr edhe një shembull që është më i freskët, e njohim edhe më mirë për shkak se e kemi përjetuar realisht, është ajo pjesa e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Ato nga ne kërkohet që ne si mund të harrojmë të kaluarën, ta falim dushmanin, armikun edhe agresorin, në anën tjetër të mos kërkoj asgjë në këmbim të asoj dhune, të atyre masakrave dhe makabër që i kanë bërë mbi shqiptarët, cila subhanallahu vetë se kemi filluar t'i kujtojmë e t'i përkujtojmë me shumë malla, me shumë pikëllim. A kupton? Biladel. Po, ne duhet shkojmë negociata. Sepse si më kjo është pjesë e pandashme e rrugtimit pejgamberit alayhis salam. Në anën tjetër, nuk duhet harruar domethënë e kaluar dhe historia asnjëherë. A kupton? Domethënë politik bërja, marrëveshja pa historinë, dhe zëra është debakël, shkatrim, është asgjësim, është tjetërsim, a kupton, i vetës, është asgjësim i vetës sot, a kupton. Nëse pranon të bësh marrëveshje, negociata, dialogim me armikun, duke mos e pasur si busull, a kupton, edhe si udhëheqës, historinë, kaluarën, përvojën, është debakli më i madh, a kupton. Në politik, është debakli më i madh. Andaj pejgamberi selam shkonte në secilin takim me peshën edhe me atë pjesën që ishte bërë, ishte mishruar në trupin e tij, ndjenjat e tij, sa i përket historisë. Kjo është ajo. Wa aqsitu bil adl, nga ajo pjesa e ndarjes, wa aqsitu. Edhe gjatë implementimit, a kupton. Keni shumë përpikt, jeni shumë të kujdesshëm. Inna Allahu yuhibbul muqsitin. Në me lenin Allahut mandushëm, do mundohemi në rregullatën tjetër të flasim edhe me tutje rreth disa meditimeve tona sa i përket surës Huxhurat. Ju lutem Allahu Zot, faleminderit shumë.